Shtetet Bashkuara, Britania dhe aleatët heqin gjitha. Këto 4 vende janë perëndimi, pra ta them, gjithë kjo NATO-ja janë këto 4 vende. Pjesa tjetër janë thjesht Gjermani, Francë, Angli, Amerikë. Po, kjo është NATO. Realisht, ky është perëndimi. Perëndimi ky është. Gjithë tjerat janë garniturë. Është tjetër foto, regjia. Dhe në këtë veprimtari që kemi aktualisht, heqja e këtyre limiteve do të thotë një deklarim lufte. Pra, në këtë moment, këto vende po i deklarojnë luftë të pasur Rusisë, sepse kemi një gjë me problemin e armatimit. Problemi e armatimit përcakton qartë dhe ka dy gjëra. Pra, armatimin në përdorimin e armatimit që unë të jap. Pra, në rast se unë ta shes një armatim timin ose ta jap një armatim timin, ti nuk mund ta përdorësh atë armatim ndaj asnjë shteti tjetër, përcaktojnë ligjet ndërkombëtare të përdorimit të armatimit, për asnjë lloj arsye, pa lejen time dhe pa mirëtimin dhe sepse në rast se unë ta jap të leje, do të thënë që unë jam pjesëtar dhe pjesëmarrës në këtë veprim tëndin. Bëhem pjesë. E para, kjo është e para. Pra, mbaj përgjegjësi. Pra, absolutisht. Në momentin që ta jap dhe ti e përdor dhe ti jap leje për përdorim, mbaj përgjegjësi. Kjo është e para. Dhe e dyta, përdorimi pa limit. Pra deri më tashti të gjitha llojet e këtyre raketave Scalp, Shadow me përjashtim të Taurus që nuk ka pasur deri më tash dhe nuk e dia do të shkojnë, pra flitet për 100 deri 150 copë, ashtu siç tha edhe zoti Lutfiu, ato ka një problem brendshëm Gjermania për këtë arsye dhe nuk di do të jepen, por edhe raketat e tjera që janë dhënë deri më tash, pra HIMARS, Scalp dhe Shadow, e kanë pasur limitin 300 km. Në 300 km ato nuk kanë nevojë për mbështetje strategjike dhe satelitore nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga tjera. Nga 300 km ato mund të shkojnë me objektiva të parapërcaktuar, pra i jepen koordinatat e objektivit dhe raketa ndjek koordinatën dhe nuk është shumë efektive, sepse është jashtë komandimit të satelitit. Sateliti e ndihmon raketën që t'i shpëtojë goditjeve kundërajrore të armikut tjetër, sepse e drejton atë me satelitin dhe për këtë arsye deri më sot të gjitha raketat e tilla të përdorura kanë qenë jo të efektshme dhe jo të suksesshme. Për arsye se nuk kanë qenë nën përdorimin e satelitëve. Pra kanë qenë thjesht futet koordinata dhe raketa ka goditur dhe kjo raketë pastaj ka qenë nën goditjen e mbrojtjes kundërajrore ruse, e cila është një nga mbrojtjet kundërajrore më të mira të botës dhe janë azhisuar. Ndërsa për përdorimin e tyre në largësi mbi 300 km duhet patjetër përdorimi i satelitëve, pra nuk mund të bëhet goditja e objektivit mbi 300 km pa ndërhyrjen direkte të Shteteve Bashkuara të Amerikës në këtë rast dhe të Anglisë, të cilët mbulojnë atë që kemi thënë 5 syt. Pra, zbulimi strategjik dhe mbulimi strategjik i lëvizjes këtyre raketave. Dhe në këtë moment që këto raketa do të përdoren, automatikisht kemi ndërhyrje direkt në këtë luftë të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Anglisë, sepse do të përdoren këto raketa. Dhe për çfarë përdoren këto raketa? Se këto janë raketa, nuk janë raketa hipersonike, pra janë raketa cruise që përdoren të tilla. Të këtij niveli këto përdoren për të goditur qendrat të komandimit të nivelit operacional, pra nga brigadë deri në divizion. Qendrat brigadës ndodhen brenda kësaj zone të luftimit, ndërsa qendrat divizionit disa ndodhen brenda kësaj qendre të luftimit, disa ndodhen jashtë zonës së luftimit në cilin po kryen luftimet në Ukrainë. Dhe për goditjen e këtyre pra do të kërkohet patjetër ndërhyrja satelitore dhe goditja pra ndërhyrja totale e NATO-s. Dhe në këtë aspekt do të thotë që në këtë moment do të jemi në një konflikt të hapur midis NATO-s dhe Rusisë. Dhe kjo çfarë do të sjellë? Deri më sot, pavarësisht përdorimit të këtyre raketave, e kemi theksuar edhe një herë dhe po e theksoj që deri më sot me të gjithë përdorimin e aviacionit që ka përdorur të raketave, të gjitha llojeve raketave, të gjitha llojeve të dronëve, të avionëve që ka përdorur Rusia deri më sot nuk ka goditur qendra të mëdha, pra deri më sot ka goditur vetëm qendra komandimi deri në nivel brigade, pa nuk ka goditur në nivel divizioni, sepse ata nuk kanë në nivel divizioni. Ukrainasit, sepse nuk veprojnë në divizione, veprojnë e kanë të shpërndarë në brigada forcën e tyre, se kanë konceptin e NATO-s deri në nivel brigade dhe në nivel divizioni. Nuk kanë goditur qendrat të komandimit ndëroperacional, të cilat janë qendrat të komandimit ndëroperacional, janë ato qendra që janë të përbashkëta për disa forca, pra forcat tankiste, forcat toksore, forcat aerore kanë një qendër komandimi të përbashkët ndëroperacionale. Këto nuk janë goditur asnjëherë dhe nuk janë goditur as qendrat kryesore të komandimit në nivel armate. Pra nuk është goditur as shtabi i përgjithshëm, as vendqendrimet e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë ukrainase. Pra këto kanë qëndruar jashtë këtyre goditjeve. Pse kanë qëndruar? Sepse në këto qendra, në qendrat e ndërveprimit operacional, janë të vendosur ushtarak të NATO-s që koordinojnë komplet veprimtarinë. Në qendrat e ndërveprimit operacional janë vendosur ushtarak të NATO-s që koordinojnë logjistikën
e gjitha materialeve që vjen nga Polonia, sepse këta marrin nevojat që ka Ukraina dhe i transmetojnë atje dhe pastaj ndjekin gjithë rrugën. Në qendrat e komandimit në nivel armate, pra që është qendrat në vendqendrimet e shtabit përgjithshëm, dhe shtabi përgjithshëm nuk ka, pra përveç qendrës kryesore të shtabit përgjithshëm, shtabi përgjithshëm edhe në rast se lufte ka disa vendqendrime të ndryshme, të cilat janë oficer operacional të shtabit që qëndrojnë në këto shtabe për drejtuar këtë luftë ose këtë veprimtari luftarake. Nuk janë goditur sepse në to ka pjesëmarrje të madhe të oficerëve të NATO-s. Dhe këtu nuk janë si mercenar, janë thjesht si përfaqësues të NATO-s në to, pra janë zyrtarisht në to. Janë zyrtarisht. Janë zyrtarisht, pse janë zyrtarisht? Sepse kemi ngritur me një ngritjen e qendrës në Wiesbaden të Gjermanisë, pra qendra operacionale ushtarake e NATO-s që drejton veprimtarinë luftarake të ushtrisë ukrainase në Ukrainë. Kjo qendër ka nevojë për çdo qendër bazë, pra për çdo qendër të veprimit ndëroperacional dhe për çdo qendër që ndodhet në nivel divizioni e lartë të ketë përfaqësuesin e saj. Jo vetëm të një force, po të çdo lloj force në të cilën ndodhen në veprim. Jo. Të cilët raportojnë direkt në këtë qendrën e Wiesbadenit. Në Gjermani. Në Gjermani, e krijuar para 2 viteve. Kjo qendër. Dhe këta janë në mënyrë zyrtare në këtë. Dhe është një qendër që komandohet nga generali Donau, pra generali i forcave tokësore amerikane. Pra komandohet nga amerikanët qendra, nuk është se është e tillë, pra. Nuk është e Gjermanisë, po them. Jo, nuk është e Gjermanisë, është në Gjermani për qendrën, po është e NATO-s. Drejtohet nga një general amerikan. Dhe këta kanë përfaqësimin e tyre të rregullt atje, pra nuk është në nivel mercenari, kanë në terren në nivel sepse koordinojnë me këtë qendër. Dhe goditja e këtyre qendrave është shmangur për këtë arsye, pra për të mos hyrë në këtë konflikt të hapur me NATO-n. Pra rusët e kanë shmangur këtë konflikt. Në momentin që tashmë NATO do të drejtojë këto raketa për të goditur objektiva të nivelit strategjik dhe operacional rus, pra ku do të vrasë oficer të lartë madhor të ushtrisë ruse, me këto raketa automatikisht ti ke shpallur luftë. Do kthehen në objektiva. Dhe automatikisht gjitha këto qendra që folëm do të kthehen në objektiva dhe do të goditen. Dhe do të kemi dhe pas në momentin që këto do të përdoren, automatikisht do të fillojmë të shohim sërish përdorimin e Oreshnikut, i cili do të përdoret për të goditur shtabin e përgjithshëm, Ministrinë e Mbrojtjes, qendra logjistrike të mëdha, komanda të mëdha, pra vendqendrimet të shtabit përgjithshëm. Pra do të kalojmë në një përshkallëzim shumë të goditjeve ushtarake, pra jo nuk do të kemi një përshkallëzim në terren. Pra kjo nuk do të sjellë një ofensivë ushtarake në terren. Do të sjellë thjesht një ofensivë ushtarake të goditjes ajrore, me raketa dhe me aviacion nga ana e Rusisë, por nuk do të kemi përshkallëzim në terren. Por kjo do të sjellë në terren dëmtime të mëdha në zinxhirin komandues të Ukrainës dhe si të tillë do të sjellë atë që pasi dëmtojë zinxhiri komandues i një ushtrie, atëherë çfarë sjell fragmentimin në nivel taktik të frontit. Dhe ky fragmentim në nivel taktik të frontit do të bëjë që njësitë të cilat do të mbeten pa koordinim operacional dhe taktik do të fillojnë të tërhiqen gradualisht sipas nevojës së tyre. Deri më sot, tërheqjet graduale të forcave taktike deri në nivel brigade, Ukraina i ka ndëshkuar. Kemi disa raste, të cilat i kanë nxjerrë edhe publikisht Ukraina të disa javën e fundit që kemi pasur, kemi shkarkimin e 3 komandantëve të brigadave kryesore, të cilët janë shkarkuar nga detyra për arsye se pa urdhër të shtabit përgjithshëm kanë urdhëruar ridislokimin e forcave, pra nuk po themi tërheqje në mënyrë, se kur thua tërheqje mund të kuptohet fjala sikur tërheqje në mënyrë paniku, jo, por ridislokimin e forcave pra në një pozicion më të favorshëm. Po këtë e kanë bërë pa lejen e shtabit përgjithshëm, për arsye se është marrë vendimi komandës të brigadës e cila është në terren dhe e shef situatën në terren. Dhe shtabi i përgjithshëm ka vendosur që të shkarkojë komandantët e këtyre brigadave pse kanë bërë këtë veprim pa leje të shtabit përgjithshëm. Por nëse duke mos ekzistuar shtabi i përgjithshëm, pra duke mos ekzistuar zinxhiri komandues që përmendëm pak më parë, atëherë të gjitha këto forca do fillojnë të bëjnë tërheqjen e tyre taktike, ripozicionimin e tyre për nevoja të mbijetesës të njësisë në nivelin taktik. Dhe kjo do të sjellë fragmentim të frontit dhe në këtë moment do të kemi depërtim të forcave ruse dhe marrje më tepër të territorit. Po, do kalojmë tek ajo që drejtan e kisha merak se herës tjetër kur e diskutuam këtë bashk, ti the të shikojmë kundërpërgjigjen që do vi nga perëndimi. A mos është, le të themi, goditja ajo që përmendi zoti Bilali, se nuk e dim se sa se dizinformacioni bën vetën, goditja përpjekja për të goditur helikopterin e presidentit Vladimir Putin dhe ky vendimi për të hequr limitimin e përdorimit të raketave Taurus, një kundërpërgjigje e perëndimit nuk kemi kundërpërgjigje të perëndimit ndaj përpjekjes së Rusisë për të marrë ato 3 krajinat më sipër. Jo, nuk kemi kundërpërgjigje të perëndimit në këtë aspekt. Perëndimi tash po los kartën e fundit. Pra, karta e fundit e perëndimit është kjo.
Pra nuk ka çka vloz më tjetër. Pra vetëm që i ka mbetur është tërheqja e këtyre limiteve dhe pjesëmarrja vetë në këto. Pra deri tash ka vënë limite dhe nuk ka marrë pjesë në to. Sepse nuk kishte nevojë pjesëmarrjen deri në 300 kilometra. Tashmë po merr pjesë dhe nuk ka çka bën më tjetër sepse siç e tha edhe Rubio nuk po ka më armatime të japin municione në nivojat që ka Ukraina. Pra ata nuk është se nuk po japin, ata po japin, po jo në nevojat që i nevojiten sot Ukrainës për të ndalur këtë goditje ruse. Pra nuk kanë këto kapacitete më duke mos pasur këto kapacitete atëherë tashmë po përdorin gjitha kapacitetet e fundit dhe këtë po e përdorin si një formë deterrence, pra si një formë shkurajimi në aspektin që shikon ne po ja japim Ukrainës to, për momentin nuk po ja japim raketën më të fortë që kemi, se raketa më e fortë e tyre është raketa Taurus gjermane e cila ka 500 kilometra. Kanë edhe një raketë brenda Taurusit që kanë nxjerr, po ajo është një prodhim shumë i vogël, i limituar, duhet të kenë diku të rreth 75 raketa gjermane për të. Ajo është 650 kilometra, po besoj që ato nuk e japin, se kanë vetëm për përdorim të tyre. Se janë shumë të limituar. Po. Dhe dhënia e këtyre raketave, pra po i thuhet Rusisë, shikoj, neve kemi këtë dhe nëse japim të këta mund të vinë deri në afërsi me këto raketa mund të godasin edhe Moskën, pra sepse normalisht raketa që do të përdoret Taurus për goditjen e Moskës në këtë rast është një operacion vetvrasës, sepse çdo lloj piloti që do të përdori këtë raketë duhet të afrohet sa më shumë vijës së frontit dhe të lëshojë këtë raketë që të arrijë në Moskë. Por afrimi i pilotit rreth vijës së frontit do të thonë që piloti e lëshon raketën, por ama piloti nuk do arrijë kurrë të kthehet më. Pra lufta i ka edhe këto çështje kamikazliku, pra nuk është se për nevoja të mbrojtjes ose për nevoja kombëtare, për nevoja të dheut, secili mund të sakrifikohet. Kemi raste në historinë e luftës botërore të gjitha këto. Zoti Bilali, si e shikon këtë eskalim, le të themi, të situatës në kufi, në midis Rusisë dhe Ukrainës, pra në kufit e NATO-s edhe Rusisë? Ja, kufirit është ajo vija nxehtë atje në Finland që në kufirit që kufizohet Federata Ruse, sa i përket NATO se kam fjalën. Meqense në aspektin legal Ukraina nuk është në NATO, ka mund të thotë teknologjinë, instruktorët, gjithë struktura komanduese që operojnë dhe ndihmojnë, thojë ashtu e këshillojnë trupat ukrainase. Por në vijën e frontit të këtyre tre regioneve mendoj që është një presion i tillë për të arritur që Rusia shpesh e ka në fokus çështjen e zonës së sigurisë, ku mund përfshin shumë territor të Ukrainës. Dhe do thotë rusët në këtë drejtim dëshirojnë që këtë vijë të demilitarizimit të kenë sa më të thellë, këtë zonë, ta quajmë më mirë. Nuk e besoj që do kenë mundësi ose mund të them ta quaj kështu interesa që këto tre regione të pushtojnë dhe të futen në brenda Federatës Ruse. Gazeta Bild thotë është e pamundshme. S'kan kapacitete ushtarake për atë punë. Tritani është mas e vërtet. Evropianët shpesh e përdorin atë frazën që jemi të rrezikuar dhe mund ta pushtojë Rusia. Kjo nuk mund të ndodhë, sepse kapacitetet janë të limituara, nuk kanë mundësi rusët ta pushtojnë komplet Evropën dhe të hyjnë deri në Paris apo Berlin. Por në fazën e tillë ku gjendemi sot, mendoj që rusët tentojnë që bisedimet të kthejnë në apetitet e tyre dhe në atë çka duhet sipas tyre të arrihet, që janë 4 regionet dhe njoja ndërkombëtare e Krimes, që amerikanët dorën e zemër janë të gatshëm ta pranojnë këtë solucion. Por bisedimet që do të vazhdojnë, besoj në Stamboll, do jenë ato që do të dhonë disa kontura, edhe pse mund të them takimi i parë ka arritur vetëm bëja shkëmbimin e të Burgos në minimi nga të dyja palët, meqense rusët nuk kanë pranuar që antarë të grupit Azov në Mariupol, të cilët janë dorëzuar dhe i kanë, do thotë, nga ana forcave ruse, në listën e tyre nuk ka qenë asnjë antar i tyre. Ajo çka drejtoni e përmendi me saktësi në aspektin taktiko-ushtarak në teren, mendoj që Taurusi duhet të hynë të spaku të regioni i Harkivit atje për të goditur Moskën. Dhe tash sa do të jetë kjo e sigurt për trupat, që se goditja e rusëve shumë herë ka qenë edhe në sistemin e mbrojtjes, edhe në HIMARS ka qenë, siç tha drejtoni, edhe në Patriot për Kijevit atje. Zoti Bilali, me që përmendët Taurusët, si mund të krahasohen me oreshnikët në kuptimin që a kanë të krahasuar dy nivelet e raketave? Drejtoni
është specialist se sa unë. Oreshniku është raketë balistike. Dritani mund të vazhdoj pasaj. Mendoj është dallim shumë i madh, në të drejtën. E para, perëndimor duke përfshirë edhe Amerikan, nuk kanë armë hipersonike. Një mund të them numrin e shteteve të cilat Kina, Rusia dhe India. Trump i tha që na i ka vjedhur Rusia në kohën e Obamës të projektet. Kanë programin tash amerikanë, ke lexuar një shkrimtimin që pritet në periudhën dikon 10 vjeçare që ta përgatitin një sistem të mbrojtjes kundër armëve hipersonike. Do thotë drejt për drejt kundër rusëve dhe kinezëve. Por momentalisht nuk e kanë. Oreshniku, mund të them drejtën, por edhe Toçka, edhe pastaj Cirkoni janë të pandar. Nuk krahasohen. Është fuqia Taurusit nuk mund të nënçmohet. Është armë që mund të sjell, mund të them, dame për objektivat ku godet. Mirë, po në këtë rast mendoj që atë që ka sjell Oreshniku me Dnjepropetrovsk ose në zonën Dnjepropetrovsk, qytetit të Ukrainës, nuk krahasohet. Por gravimi i tillë situatave besoj që ma tepër hyn në fokusin e asaj që njihet para përgatitje për të pajtuar palët, sidomos palën e dëmtuar siç janë ukrainasit, se nuk ka zgjidhjet e përpos bisedimeve. Zgjidhja e tillë është ai pragmatizmi që amerikanët e kanë arrit me sa duket gjatë bisedës 2 orësh, edhe në detaje kanë biseduar, dhe mendoj që gjitha këto janë gjëra që ma tepër me rrit presionin të ukrainasit dhe të Zelenski. Zelenski është një figurë që mund të them edhe për brenda vetë Kijevit, ose mund të them ka kokçari edhe me Kliçkon, ka se kanë dallime dhe mund të them janë ato fërkimet që në aspektin e partisë së tij ka probleme që ka dhe deputet që nuk pajtohen me Zelenskin, dhe ajo di që mbarimi i luftës përfundon edhe presidenca e tij, shpenzohet. E vërtet është se ka filluar shkëmbimi i robërve të luftës. Po. Mi 1000 robër, ajo që parashikuam Dritan, por Dritan... Të Dritani, të Oreshniku dhe të Taurusi ato në aspektin tekniko operativ dhe elementet teknike të cilat nuk krahasohen, besoj që Dritani do të marr vetëm 1 minutë kohë. E para, nuk mund të krahasojmë për arsye se Taurusi është raketë cruise, pra raketë që lëshohet nga ajri, mund të lëshohet edhe nga toka, pra deri në diku mund të jetë edhe raketë balistike, kurse Oreshniku është raketë ndërkontinentale balistike. Pra shkon nga një kontinent në tjetrin. Njëra është rajonale, tjetra është globale. Njëra e ka deri në 500 km. Dhe kjo pjesë e bën raketë balistike, pra raketë balistike e cila nuk del përtej atmosferës. Ndërsa Oreshniku është raketë ndërkontinentale balistike me lëshim vertikal. Pra lëshimi i saj është vertikal dhe kalon mbi atmosferë del goditja e saj, pra kalon zonën. Largësia pa absolutisht, goditja e saj operacionale shkon deri në 5000 km. Deri në 5000 km. Kurse kjo është 500 km. Është raketa që mban koka bërthamore. Të gjitha raketave mund të vendosësh koka bërthamore, nuk është problem. Pra, në rast se një raketë mban eksploziv, pra ato eksplozivi, kokën eksplozive, ja zëvendëson me kokë bërthamore. Dhe Taurusi vendos kokë bërthamore në rast se mund të bësh kokë bërthamore ta në nivelit vogël. Pra çdo lloj rakete mban kokë bërthamore. Edhe predhat e artillerisë sot mbajnë mbushje bërthamore. Po, me qartë. Pra nuk është problemi i vendosjes së saj. Pra teknologjia ka mbërritur në këtë. Nuk ka të bëjë me atë, po thjesht ka të bëjë që është një raketë balistike për arsye sepse është balistike sepse përdoret një forcë shtytse në fillim, pra dhe duhet hedhur nga lartësia, pra ngrihet në lartësi avioni, e lëshon qoftë Taurusin, qoftë Shadow'n, qoftë disa raketa tjera, pa Kinjalin, e gjitha këto janë raketa që lëshohen nga avioni dhe janë raketa, mund të konsiderosh raketa deri diku raketa balistike dhe raketa cruise, për arsye se përdorin shtytës për të lëshuar. Dhe pastaj përdorin një djegje të brendshme dhe pasi mbarojnë djegjen e brendshme mbrin në objektiv dhe në objektiv pastaj përdorin peshën dhe fuqinë e tyre inercike me inerci pastaj për të goditur objektivin për të shtuar fuqinë e goditjes në objektiv, sepse vetë raketa peshon diku rreth 250-300 kg, pra ka edhe deri 500 kg Taurusi ka mbushje detonator. Imagjinoni pra e gjitha kjo me shpejtësinë që bie në objektiv bashkë me inercinë. Pra në këtë moment
3 fishoje ose 10 fishoje goditjen e saj. E qartë, e qartë. Pra, këtë e kanë gjitha raketat, por kjo është që përdoret, kurse ajo tjetra ka objektivin të përcaktuar dhe përdoret direkt me lule. Prandaj kemi raketë ndërkontinentale, kurse kjo nuk është raketë ndërkontinentale, prandaj nuk krahasohen bashkë me njëra tjetrën. Është raketë shumë e rrezikshme, është raketa më e fuqishme dhe më e rrezikshme që ka aktualisht Perëndimi, pra nuk ka raketa tjera. Po Taurus është raketa më e fuqishme që ka. Hipersonike po më thua nuk... Jo, nuk ka raketa hipersonike, nuk ka. Perëndimi sot për sot nuk ka raketa hipersonike. Ndaj edhe Trumpi po thotë që na e kanë vjedhur, po kështu funksionon. Do të kemi që parasysh që pas luftës së ftohtë, që me fillimin e luftës së ftohtë në 45 e mbrapa, po të shohësh të gjitha palët kanë prodhuar nga një avion, kanë prodhuar nga një mbrojtje kundërorë, kanë prodhuar nga një radar, dhe po të shohësh të cila ka parimi punës është i njëjtë, dhe duke qenë se parimi i punës është i njëjtë, mund të ketë edhe vjedhje dhe secila palë nga 45 ajte ka akuzuar njëra tjetrën për vjedhje të projekteve në fushën e ushtarake. E teknologjisë. Ndërkohë, Dritan, them që pak a shumë këto çështjet kryesore që lidhen me situatën ndërmjet Ukrainës edhe Rusisë i ezauruam, do doja të vija pak tek një moment tjetër që vjen Shqipëri, Defender 2025 në Shqipëri dhe në Kosovë. Jo, nuk është vetëm në Shqipëri dhe në Kosovë. Defender 2025 është një stërvitje vjetore që është bërë këtë dekadën e fundit dhe nuk është stërvitje të llojit Europe Defender 2025. Po. Dhe a di çka është më interesante është e kësaj?